çështja e prekjes së fondit rezerv, e theksoj fondi rezerv i Këshillit Ministrave, është një fond i cili mund të preket nga gjithë anëtarët e Këshillit të Ministrave, pra flas nga ministrat, në rast se kanë shpenzime të paparashikueshme ose shpenzime të cilat në momentin e hartimit të buxhetit nuk kanë qenë të mundura që të parashikoheshin. Kështu që e drejta për të prekur ky fond i takon secilit ministër në bazë të vlerësimit që ata bëjnë për çështje specifike. Fondi rezerv mund preket për aktivitete kulturore nëse s'kan qenë të parashikuara, mund preket për çështjet e emergjencave nëse ndodhin emergjenca, mund preken edhe për shumë aktivitete të tjera. Së fundi për shembull vitin e kaluar u prek fondi rezerv për organizimin e një eventi ndërkombëtar që kishte të bënte World Law Conference që organizua në Tiranë, një organizim goxha i madh me shumë reputacion në fushën e ligjorit dhe gjyqësorit. Pra është një fond i cili mund të preket nga ana e Këshillit të Ministrave. Për sa i përket të ardhurave që merr ekonomia mbrapsht, pa diskutim që të ardhurat janë shumë më tepër se sa ai fond që u pagua. Në mënyrë direkte dhe indirekte, vetëm thjesht po të llogarizim që kanë qenë mbi 20.000 të huaj të cilët kanë ardhur në Shqipëri, janë akomoduar këtu, kanë konsumuar këtu mëngjesin, drekën apo darkën, dhe nga ana tjetër të ardhurat që do të vinë potencialisht pasi këta 20.000 të huaj të cilët vinë në një pjesë të tyre mund të kenë qenë edhe për herë të parë në Shqipëri dhe shkojnë edhe përcjellin mesazhin e vendit tonë, pa diskutim që do të ketë një kontribut të qëndësishëm në ekonominë shqiptare. Faleminderit.